Të nderuar demokratë që jeni këtu sot me ne, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, duhet t'ju uroj gjithashtu për zgjedhjen tuaj si zëvendës presidenti i CDI-s, një shenjë shumë e fortë e mbështetjes gjithmonë më të madhe, që kauza që ne çojmë përpara po merr dhe ndërkombëtarisht. Mesazhet që po vinë edhe nga komuniteti ndërkombëtar për këtë klik që e ka Selin këtu pas nesh janë gjithmonë më të forta. Ditët e kësaj klike me krye Edi Ramën janë gjithmonë më të shkurtra. Miq, jeni këtu sot, demokratë qytetar, edhe ata që na ndiqni nga televizioni, ndërkohë që ajo që po ndodh është diçka që po të rëndit themelet e funksionimit të shoqërisë dhe të shtetit. Ajo që po asistojmë këto ditë, në fakt janë vetëm kulmi tjetër, po jo i fundit, i asaj që është gjeneza dhe produkti i 11 majit. Është gjeneza sepse kjo klik e Edi Ramës, që çdo gjë e ka bazuar në kombinimin e korrupsionit dhe të krimit organizuar, përdorimin e shtetit në totalin e vetë, për t'i vjedhur dhe grabitur votën e lirë shqiptarve, është ajo që prodhoi 11 majin. Po është pikrisht gjithashtu 11 maj gjeneza e kësaj qeverisje, e cila sot po i tregon sytë e gjithë botës, me prova se si i grabit shqiptarët jo me pak miliona, po me qindra miliona. Tumori i korrupsionit të Edi Ramës nuk ka më nevojë as për skaner, as për radiografi, nuk ka nevojë as për biopsi. E shohin gjithë me sy se si po kalbzon kjo qeverisje. Në fakt, e ka bërcyer edhe korrupsionin si nivel. I rri ngushtë, nenet e kodit penal, i rri ngushtë sa që po bën Edi Rama me Belinda Ballugun e gjithë skotën e vet nga pas. Kjo është një grabitje, këta kanë arritur në atë nivel që kanë hequr dhe kapuçin. Dhe po i grabisin ditën për diell, duke i parë në sy shqiptarët. Do marr shembuj të vegjël. Tani gjithë kemi folur pafund për qindra milionat e inceneratorit të Tiranës, Elbasanit, të Fierit dhe me Tiranën që është simboli i gjithës. Unë do t'i kthehem një momenti që lidhet me Durrësin, me qytetin ku jam zgjedhur dhe përfaqësoj bashkë me kolegë tjerë. Gjithë keni dëgjuar për ekoparkun. Në fakt, në dimension, duket më i vogël se sa tuneli Llogaras. Është vetëm 19 milion euro, vetëm në thonjza 19 milion euro, nga 190 milion. Por guximi për të grabitur shqiptarët, paratë e shqiptarëve, jo paratë e buxhetit shtetit, është i tmerrshëm. Në qoftë se i 50 milion që me cilën kanë vjedhur shtesë në tunelin e Llogaras, në Durrës nga 19 milion, vetëm 6 milion e gjysmë janë përdorur për ndërtimin. 6 milion e gjysmë ja kanë dhënë kompanisë Klodian Zotos. Janë ata që e kanë bërë. Po të shkoni atje të shihni sot, ka filluar dalë shtresa që mbulon ato mbetje të rrezikshme atje. Se 6 milion e gjysmë sigurisht ishte vjedhje në vete. Po mirë, po 12 milion e gjysmë euro të tjera të cilët ja kanë vjedhur shqiptarëve drejt për drejt. Me kompani të cilës ja kanë dhënë tenderin, po kur ja kanë dhënë tenderin? Kanë guxuar, kanë patur mendjen e kthjellët një javë mbas tërmetit 26 nëntorit në Durrës, që të anullonin tenderin, mos lodheshin më, që të bënin makinacionet se si t'ja jepnin kompanisë që kishin darë para se të shpalte Edi Rama që do bëhesh ekoparku. Një muaj e gjysmë përpara kompania kishte lidhur kontratë me kompaninë arkitekturore të projektimit që është klienti i Edi Ramës. Dhe kanë futur në xhep 12 milion e gjysmë euro. Një javë mbas tërmetit kanë prishur dhe kanë dhënë me tendur drejt për drejt. Janë të kthjellët edhe kur njerëzit kishin vdekur, çanin familjarët e tyre. Ishin jashtë shtëpive. Kjo lloj bande.
Po 12 milionë gjysmë euro nuk janë 26% sa që janë 50 milionë eurot e tunelit llogaras, janë 66%. Kjo është ajo që po them, kanë hequr kapuçin, po grabisin ditën për diell. Nuk pyesin. Tani mjafton të shohësh se çfarë komunikon Belinda Balluku me varësit e vet dhe kupton se ku ka arrit.